Nga vera në dimër e beshe dhe dëbor, si do t'jetë moti në 5 ditët e ardhshme. Dita e verës ka nisur me vranësira reshje të pakta dhe temperatura deri në 25 gradë Celsius, por nesër termometri do të shënojë 28 gradë Celsius. Dita e sotme me vranësira reshje të pakta dhe të kufizuara në skajin verior, kthjellimet më të dukshme në jug e lindje. Termometri shënon 25 gradë Celsius. Nesër e njëjta tablo sinoptike, rritja me 3 deri 4 gradë e temperaturave. Të shtunën termometri shënon nga 8 në 28 gradë Celsius, kanë thënë sinoptikanët, por sipas tyre, nga e diela rikthehet dimri në vend me reshje shiu dhe rebeshe. Temperatura do të ulen me 3 deri 5 gradë Celsius, ndërsa nga e hëna rikthehen reshjet e borës. Të dielën fuqizim i vranësirave prezente të reshjeve rebeshe kryesisht në zonën perëndimore. Temperaturat zbresin në 3 deri 5 gradë më pak. Nga e hëna deri të mërkurën moti i paqëndrueshëm, shi të hënën të martën rebeshe kryesisht në veri, më pak në pjesën tjetër. Të hënën pasdite rikthehen reshjet e dëborës në veri dhe verilindje, me të paktën të mërkurën reshje bore në të gjitha zonat malore. Temperatura do të jenë nga 2 në 19 gradë, ndërsa në mesjavë termometri zbret në -4 gradë në zonat e thella malore. Nga e premtja dhe shtuna, ditë tipike vere, kalojmë në dimër.